أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد لو دريمت ذا فلندريمت إتكوين vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pashok, prej tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rrugat e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhallahu shanu dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi dhe dërguar Allahu xhallahu shanu. Plezar Allahu madhruar për krimi Adem alayhi salatu wassalam në lajmëron thot ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. As-sura Nisa ayati e pari Allahu xhallahu shanu tregon që ne kemi krijuar juve nga një nafs. Nafsi, një nafs kuptimi është i pari kemi krijuar Adem alayhi salatu wassalam. Edhe ashtu siç na ka lajmëruar Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha khalaqa Adam bi yadihi. Allahu xhallahu shanu ka krijuar Adem me dorën e tij. Ka krijuar ka ber, kuptimi është aty momenti pse Allahu xhallahu shanu në hadithet Profet sallallahu alaihi wasallam vjen që një herë Allahu madhruar ka bërë një blidhje me malaika edhe ka treguar wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa që unë do të bëj një zvenësi im në toka edhe do të jetë ashtu edhe ka dërguar një prej engjëlve për të kërkuar për të marrë pjesë të dheu edhe ai erdhi pastaj Allahu xhallahu shanu ka bërë trupi Adam, forma Adam. Edhe ka qëndruar një kohë e gjatë në xhennet në një vend, ajo trupi Adem alayhi salatu wassalam. Edhe erdhi një rasti, një momenti kur Allahu xhallahu shanu ka thënë që unë kam për të futur i shpirtin atij. Edhe kur do futi shpirt atij, atëherë ju do të ulni gjithë në sejdë para atij, para Adem alayhi salatu wassalam. Edhe ashtu kanë bërë malaika, siç dimë ne, përveç iblisi, që thot Allahu xhallahu shanu illa iblis. Atëherë Adem alayhi salatu wassalam është krijuar edhe ai qëndronte në xhennet. Po ishte vetëm. Edhe ky ishte nga Allahu xhallahu shanu që ai ndihet vetnia në zemrën. Po nuk dim, unë kam nevojë diçka po nuk di çfarë ka. Ashtu dihen Adem alayhi salatu wassalam. Dhe ati momenti ai kur është i shtrirë njëherë në xhennet, në hadithi Profet alayhi salam është, ai është duke parë në krahun tim, ai tash një krijesë. Edhe Adem alayhi salam ajo vetnia që dim vetëm sa ka para të u plotësu. Kjo desha po nuk dinte i shpreja, se në xhennet ishte çdo gjë. Po ka gjë nuk dinte i zgjidhje çfarë ka. Edhe sa kush je ti? Ana Hawa, unë jam Hawa. Ashtu thot dërgoi Allahu xhallahu shanu ka krijuar nga prija e majtës Adam, Hawa alayhi salatu wassalam. Edhe ashtu Allahu thot në sura Nisa që ne kemi krijuar ju nga një nafs, min nafsin wa khalaqa minha, pastaj nga ai nafs zawjaha ka krijuar gruaja e tij, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Edhe pastaj ne kemi shtuar në dunia shumë burra dhe shumë gra. Kuptimi është njerëzimit, breza njerëzimit vazhdon. Edhe Allahu xhallahu shanu tregon në ajeti tjetër, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha.
Tani kjo është pjesa e dytë. O njerëzit, ne kemi krijuar juve nga një femër, nga një meshkull edhe nga një femër, min dhakarin wa untha. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Edhe pastaj ne kemi bërë grupet, fiset për të njohur njëri me tjetrën. Kurse nga fisa ose nga gjura ose nga një diçka nuk keni njëri me tjetrën lart, po inna akramakum inda Allahi atqakum. Kush është më i frikshëm, më i devotshëm tek Allahu xhalla shanu, ai është më i respektuar tek Allahu xhalla shanu. Ashtu Allahu xhalla shanu, shokët Profetit alayhis salam një herë kanë bërë pyetje, që kush është më i respektuar o dërgu Allahu xhalla shanu. Atëherë Profeti alayhis salam tha, fisi im, dhe ti dihet që Muhammedur Rasulullah. Atëherë unë jam më i respektuar kuptim. Tha jo dërgu Allah, ne jemi duke pyetur ndër fisat tona arab që ka përveç profecia që ke një pozitë veçantë. Tha, në qoftë se ishte kjo gjë, ishte për Yusuf alayhis salam ta krenari. Pse? Tha Yusuf është nabi, babi ti është nabi Jakub, babi ti është nabi, domethënë profet Ishak, edhe babi ti është profet Ibrahim alayhis salam. Ashtu katër veta njëri pas tjetër profet, askush nuk ka përveç Yusuf alayhis salam. Edhe qëllimi dërguar Allahu xhalla shanu ishte që më e lartë tek ju tek Allahu xhalla shanu, kush është më i devotshëm ai është. Pastaj sipas Islami kush fiton e zgjuarësia Islam, fiqhu Islam, kuptimi Islam, ai është më i lartë tek Allahu xhalla shanu. Atëherë kjo është nizami Allahu xhalla shanu jo vetëm për njerëzimin. Edhe ashtu në kafshë, gjithë që janë i gjallë, ka krijuar Allahu femër dhe meshkull, femër dhe meshkull. Edhe ato që nuk kanë lindje nga femra meshku, lidhje bëhet femra meshku edhe pastaj ka ana veç darin. Po prap aty femra meshku janë. Edhe jo vetëm në kafshë vëllezër. Allahu ka krijuar edhe në sendet, edhe në pemët. Që njëri me tjetër ato kanë dalin frutat. Kjo është nizami Allahu xhalla shanu. Edhe Allahu nuk është vetëm krijues, po ai është edhe pronar. Ne jemi këtu përdorues, kalimtar, po unë nuk jam pronari familjes të mi. As kush baba gjushi nuk është pronari për familjen e vet. As në toka në dunia për nizami për kohëshëm ne themi që kjo është imja, po unë nuk jam pronari për hershëm. Prandaj kur ne vdesim, Allahu xhalla shanu thotë yusikum Allahu fi auladikum. Allahu është duke bërë këshilla, edhe nuk është ai këshilla, është urdhë. Po formimi është treguar me këtë mënyrë, që ju keni për të shpëndar ashtu pasuria juaj. Pse unë jam pronari i real. Sa ke vdekur ti, ajo prona është i kthehur prapë tek mua. Ti ishte vetëm përdorues, qeraxhi, mund të them. Atëherë komplet universi është prona Allahu xhalla shanu, edhe ai është pronari absolut. Ai ka lejuar ndërhyrja në krimin e tij si el fasad. Edhe kjo fasad vetë Allahu ka lënë. Ashtu vëllezër, si minus plus kur bashkon në drita, bëhet plasja. Pse? Kundra nizami është duke krijuar. Ashtu kur njeriu bën ndërhyrja në nizamin Allahu xhalla shanu, vin fasad, edhe ajo fasad ose vin në formën dënimi Allahu xhalla shanu, ose do vi kiamet. Atëherë Allahu xhalla shanu ka krijuar çiftet, ka krijuar familja, fisi, edhe për të ishtuar. Allahu ka krijuar njeriu, nivoja në njeriu, nivoja ushqimi, nivoja epshi për të plotësuar epshin e vet. Ashtu gjitha nivoja që ka krijuar Allahu xhalla shanu për të plotësuar ato nivoja, ai ka treguar edhe rrugat halal për atë. Edhe nga që ka krijuar njeriu për isprova, ai ka treguar mënyra halal dhe haram. Kush do të zbatojë ato mënyra halal, ai ka për të marrë kënaqësinë, edhe i shpërblimi i tij është Jannatul Firdaus. Edhe kush nuk ka praktikuar, ai është bash ndihmuesi i shejtanit, që ai është duke treguar ato mënyra kundra nizamit, edhe ai ka për të funduar në zjarri i Jahannam. Kjo është ligji i Allahu. Në atë ligji nizamin Allahu xhalla shanu. E pari që ishte kombi Lut alayhis salatu wassalam ishte që ajo ka filluar kur një grupi djem ka kombi Lut alayhis salatu wassalam janë në një baqa. Edhe shetani i shfaqet në atë baqa në formën një djalosh bukur. Edhe ai bën lëvizjet e jo mira.
para atyre. Edhe është duke të treguar një mënyrë veçantë për të plotësuar efshin e atyre. Edhe ato, kur ka treguar ai, aq deshin ato kanë baruar, kanë plotësuar efshin e vet me mënyrë jo real, se ai ka ardhur me formën djathtë. Edhe kash, pastaj është duk. Dhe kash donte ai ta futet edhe tani këto njerëzit që kanë bërë këtë veprim, ishin bashkë ato. Ata thotë, pse mos bëjmë me njëri tjetër? Dhe ky së mund t'ja hapet. Derisa ne dim që Allahu xhaleshanu çfarë dënimi ka sjellë dhe deri sot është ibrat. Kanë zbuluar me kalimin e koha komplet vendi Sadum. Sadum ishte qyteti afër breg deti e kuq, deti i vdekur. Edhe Allahu xhaleshanu ka dërguar Jibrili alayhi salatu wassalam. Biles hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin? A ka ardhur tek ty lajme o Ibrahim alayhi salatu wassalam për musafirët Ibrahim alayhi salam? Idh dakhalu alayhi faqalu salama. Kanë hyrë tek shtëpia Ibrahim alayhi salatu wassalam, ka thënë salam. Edhe kur pasues Ibrahim alayhi salam, ummati Ibrahim alayhi salam kur jepte salam thonë assalamu alaykum, ja salamun alayk. Edhe ta duket salam, njerëzit pa njohur, po ishin në formë të djem të bukur. Dhe Ibrahim alayhi salam nga moralet e profet Ibrahim alayhi salam me njerë hyret në shtëpia përgatitur ishte mishviçi pjekur sjell urdhroni, po ato nuk prekin engjël janë malaika, nuk janë nevojtar por shimater. Ibrahim alayhi salam ndihen pak frikë se në kohën Ibrahim alayhi salam kur vinte një musafir dhe nuk hante bukë, nuk prekte ushqimi, kuptimi është armi, ka ardhur me një i keq. Edhe frikson si njeriu. Në këtë moment i thot Ibrahim riqet, ne kemi malaika. Kemi ardhur nga Allahu xhaleshanu për të dhënë lajm me ty për lindje fëmijës dytë. Se Ismail ishte në Makka me Hajar, kurse tani është Sara. Edhe Sara alayhi salam është brapa në dera dëgjon. Këtë specializimi ka gratë tona. Kur një musafir shokët burra, sa që flasin këtën, edhe Sara alayhi salam dëgjon. Thot, po unë jam një femre që nuk lindë. Edhe ju një duke atëherë, mosha Sara a.s. është 99 vit. Ibrahim a.s. është 113 vit afërsh. Është mosha i madh dhe kam për të lindur familje një duke. Po jemi ka Allahu xhaleshanu ka ardhur. Edhe këdhalik i qala Allah. Ashtu ka thënë Allahu xhaleshanu, edhe jo vetëm është, po Allahu ka për të dhënë një djalës e dijshëm, kuptimi është profet. Atëherë ka lajme dhe kënaqësi i madh. Edhe pastaj ikën ato engjël, kur ikën në zitim, takuin duke ikur, se jemi urdhëruar për qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Ku jeni duke ikur engjël, aq shpejtësia, dhe jemi duke ikur te kom e kriminal. Allahu xhaleshanu na ka urdhëruar për të shkatruar kombin. Ibrahim alayhis salam që ishte njëri but, debaton që ka atje besimtarë të gjithë. Sa ne dim gjitha është urdhë Allahu xhaleshanu, besimtari shpëtohet. Ato që janë pa besimtarë që kanë arritur kufin e vetë, është urdhë Allahu Ibrahim, mos na bëj debat. Kjo është urdhë Allahu xhaleshanu që ka për të plotësuar në vend. Edhe pastaj ikën ato në fisi Lut, në ifshati i Lut alayhis salam. Ibrahim alayhis salam është në Palestinë vëllezër. Edhe nëse ju keni bërë udhëtimi, edhe nëse nuk keni bërë udhëtimi, hartash, pas sa kalon xhamia Aksa, pastaj vjen ajo deti e kuq. Edhe sa kalon atje ajo është në breg. Deti e kuq është Sadum, fshati Sadum, qyteti Sadum që ishte në kohën e Lut alayhis salam, që ekziston sot si tokë. Ato vjen atje. Vajzat e Lut alayhis salam kanë shkruar mufassirinët që kishte 7 vajza. Wallahu alam sa ishin. Ato ishin jashtë ai fshati për të dhënë ujë kafshët e vet, dhit, çfarë kishin. Edhe kanë parë që janë djemtër, besimtar. Edhe ato dishin atë të keq kombin e vet. Edhe për të ndihmuar babin e vet ikën me zitim. O babi imi duke parë gallar janë disa besimtar, janë duke ardhur, po nëse kanë hyrë në fshat ato vetëm, ti e di si janë njerëzit tonë. Prandaj të lutem dile shpejt jashtë ai fshati. Edhe Lut alayhis salam del, edhe kur vin takojnë selamu aleikum selam, pastaj
Lut alayhis salam thotë ju dini, çalimi Lut alayhis salam është që mos hajdeni, mos vini në shtëpi im, që nuk është cilësi e profet kjo. Edhe për ne dërguar Allahu xhallahu xhanu ka thënë man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Kush beson Allahu xhallahu xhanu dhe ditën e gjykimit le të respektojë mikun e vet. Musafiri kur vin respektohet me çfarë lloj gjendje jemi me atë gjendje. Atëherë thotë si ka mundsi Lut alayhis salam, domethënë sa me ngut ishte Lut alayhis salam. Edhe kur kanë parë që Lut alayhis salam është shumë ngut. Prap ato kanë thënë jo ne do vim shtëpi jote. Edhe Lut alayhis salam mori. Kur merë ato kanë merr vesh lajmin, njëri ka parë, dytë ka parë, në gjatë rruga duke parë, sa ka ardhur tek Lut familje shumë të bukur shëndim, që keni për të plotësuar qefin e vet që ishte i sëmundja kombi. Edhe ato kanë ardhur gjithë kanë rrethuar shtëpia Lut alayhis salam. Trokazin mur, derë, ashtu, derët, portat. O Lut, ne nuk kemi me ty asgjë, ne jemi duke kërkuar të takojmë me musafirët tua. Lut alayhis salam i kanë para brapa edhe as duke para ato angjel. Ishte simi Lut alayhis salam atëherë tha o Lut riqet në imi angjel të Allahu xhallahu xhanu. Ato nuk bën dot asgjë. Ti riqet ule, mos diskutohu me ato. Edhe pastaj një angjel nga angjel të Allahu xhallahu xhanu hapni krahun e vet edhe rreth muri i shtëpisë. Gjitha që ishin ngjitur me mur që ishin duke trokatur, duke thirrur, bin poshtë edhe i kthen e verbër. Ato menduan, për koha shish është ka gjë, që është dodhur me ne. O Lut, ti na ke bërë magji, jo do shoha sa po sharojmi, sa çfarë do bëjmë me ty. Deri tani ne nuk kemi prekur ty, as nuk kemi bërë, po do shohas. Edhe ashtu kanë filluar, deri sa ka ardhur darka. Kur vin darka, angjel ka thënë, o Lut, ti dile bashkë me fëmijët tu, jashtë qyteti. Bëj hijra, është urdhi Allahu xhallahu xhanu. Tani gruaja Lut alayhis salam dëgjonte pa ishte me kombin e vet në ato vepra të keqa. Po edhe ajo i kanë bashkë me burrin e vet. Edhe vin dënimi Allahu xhallahu xhanu. Në hadith ka ardhur me mënyra të ndryshme. Edhe Allahu xhallahu xhanu ka treguar në Kur'an, "Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud." Që kur bëhet koha momenti kur vin, e pari ka ardhur gurët nga qiell, edhe guri që ishte saktuar për Lut alayhis salam, për grua Lut alayhis salam, ajo ishte gjatë udhëtimit me Lut alayhis salam kapet atij në trurin e saj dhe ajo bie atij. Edhe kombi edhe pastaj është në hadith Profeti sallam Xhibrili mori pjesa komplet toka ku qëndronte ajo kombi. Edhe atë ka marr aq afër sa zeri real, një që Allahu xhallahu xhanu ka dhënë force angelëve, që ato dëgjojnë gjithë zërat tona. Nga që janë përgjigjes për të shkrimi mirë dhe keq. Për një është zeri normal që shkon, deri në aty afër 1 kilometër, gjys kilometër, 100 kilometër. Po aq afër ka marrë Xhibrili tek qielli e pari, që njerëzit që kanë filluar duke bërtitur kur kanë ngritur, zeri aty kanë dëgjuar angjel. Edhe nga atje pastaj ka hedhur kështu. Edhe u lezer. Sot ka verifikuar skenca që toka më e thellë në dunia që është toka ajo që është. Edhe ka i ktheur aq ujë keq nga thellësia që ka rënë, u hap grop, ajo gropi është deti i kuq. Lezer, kjo është umërziti Allahu xhallahu xhanu, që Allahu ka dhënë ashtu lloj dënimi një kombi që ka futur ndërhyrje në nizamin Allahu xhallahu xhanu. Atë ne duhet mendojmë. Edhe duhet lutim Allahu xhallahu xhanu, që Allahu xhallahu xhanu ka këtë fitnaja, ka këtë sprova i madh që do ruan neve, familjet tonë, se ne jemi rritur, do shta, inshallah, nuk na futet në këtë sprova i madh. Por familjet tonë kemi shumë për të bërë shqetësimi, duhet kemi tërbjeti e shmirë atyre, që inshallah largohet nga fitna familjet tonë. Edhe Allahu xhallahu xhanu, gjithë njerëzit që janë duke munduar, duke i zgjedhur buka shejtanit. Kjo ka fillimi ka munduar, nuk është kuptimi, ne nuk kemi asnjë frikë, pse Allahu xhallahu xhanu ka sjell Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe shariati i tij ka për të arritur deri në njeriu fundit, kur do vi deri Isa alayhis salam. Por ne nuk kemi rrezik për Islam, alhamdulillah. Islami është ruajtur. Por kemi frikë për veten tonë, për fëmijët tonë. Dhe lutem Allahu madhruar që Allahu xhallahu xhanu forson lidhje farafisët tonë, edhe nizami që na ka dërguar Allahu xhallahu xhanu na e bindje i fortë
që ne do të vazhdojmë me atë nizami që Allahu te leshanu ka lënë, edhe duhet kemi urrejtje në zemrat tonë, edhe kjo urrejtje në brezat tonë, për ato gjitha mënyra haram që është duke treguar njerëzit të shejtanit. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.